Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në Ligjërim, emision ky që i dedikohet artit të komunikimit dhe gjitha pasioneve që na bëjnë bashk për ta njohur dhe për ta çuar këtë art në nivele më të larta dhe për ta kuptuar më mirë. Radiologjia është një nga fushat më të rëndësishme të mjekësisë moderne. Shpesh diagnoza saktë fillon me një imazh. Sot do të flasim për radiologjinë, për zhvillime teknologjike dhe për disa këshilla që do t'i mirëpresim dhe kujtoj që janë të nevojshme për secilin nga ne. Këtu bashkë me mua është zotëria Azizida, radiolog në Spitalin Amerikan 2 dhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Obiliq. Zotëri Aziz, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Do të thënë, nga 3 vite sa ky emision ecën, unë për herë të parë sot kam një radiolog. Dhe jam shumë nderuar që le gjitha ato puntuat për të sjell më shumë se këshilla, gjërat për cilat e thash edhe në hyrje të këtij emisioni, gjithë secili kemi nevojë. Je i pari që lexon një imazh të një anomalie, të një sëmundje që sapo ka gdhir, të një organi që ka devijuar, që është trembruar. Dhe rruga deri te pacienti nuk është edhe aq e lehtë, e cila është një rrugë në të cilën ti duhet bësh një komunikim, duhet t'i japish një përgjigje, duhet t'i japish një edhe një herë, jo, e kom shumë nxehtë o butë. Se te së në bëj këto? Zot, pasha zotin, që këtë doktori nuk pasha. Unë i shot institucionit të mos kima. Edhe një kështu, a mujmë? Ha? A mujmë? Po? Unë vjen shumë letë me folë si shqipënisë, është shumë falsë me folë. O, ti folë qysh dush. Unë jëmë të shtrëmo vetën me folë kosovarë. Ti fletë qysh dush. U kry. Hej, djemë, bëni preri që të i lutem. Shkurtoma një pak punën. Qërkagjia ko ka fenomenal, shumë fenomenal ko ka si tip. Zotri Aziz, ju jeni i pari që e lexoni, që e shihni imazhin e një sëmundje, një anomalie, diçka që nuk shkon në organizëm. Dhe rruga deri te transmetimi i gjithë atij imazhi, fotografik tek pacienti, duhet jetë një rrugë e vështirë. Na bën ta kuptojmë pak më në thelb çka është krejtësisht radiologjia. Atëherë, edhe një herë faleminderit për ftesën. Për ta kuptuar radiologjinë, fillimisht mendoj se duhet me kuptu mirë mjekësinë dhe thelbin pse ekziston mjekësia. Në një farë forme, mjekësia është komplet në shërbim të njerëzit dhe rastin ton konkret është në shërbim të njerëzit të sëmur ose potencialisht të sëmur. Tash, në mesin e krejt kësaj, synimi final është që ky person ose të mos sëmuret fare, të arrijmë në atë pikë, domethënë që njerëzit të kenë një cilësi të jetës gjatë gjithë kohës saj në jetë të kalojnë sa më mirë, ose nëse vetëm e ka kap një sëmundje çfarë do lloj fizike apo psiqike apo çfarë do lloj natyre, të gjejmë një trajtim. Mënyra më efikase dhe ndoshta më e shkurtë për me mri te trajtimi është diagnoza. Në shpeshherë edhe gjatë viteve të fakultetit thuhej që dikush thot 50%, dikush thot edhe më shumë 90% e punës është diagnoza. Nëse ne arrijmë me identifiku me ditë një problem të një person, themi ky person ka këtë problem, atëherë ne do të me shumë mundësi do të arrijmë në zgjidhje. Dhe fundi janë edhe protokollet. Çështja kryesore është që të arrijmë te diagnoza. Shumë shpesh radiologjia si fushë, si drejtim i joni, nuk trajtojmë pacient në mënyrë drejt për drejt per se. Po, ajo që ne mundohemi maksimalisht me kontribu është identifikimi i problemeve. Duke qenë që është një fushë shumë e gjanë dhe shumë e varur edhe nga teknologjia, ka bë zhvillime të jashtëzakonshme. Domethënë nga momentet kulminante është zbulimi i radiografisë ose rentgenit që shnihet gjansisht në popull dhe ka sjell faktikisht një revolucion brenda radiologjisë dhe brenda komplet komunitetit mjekësor botëror në shërbim pacientit gjithmonë, dhe e dyta arritjet e mëdha teknologjike. Nëpërmjet këtyne ne arrijmë me identifiku problemet e njerëzit. Jo dini që ne arrijmë pa vetëm pjesën e lëkurës së njeriu, domethënë lëkurë dhe vetëm pjesën e jashtme. Dhe radiologjia janë sytë e mjekëve. Radiologjia janë sytë e komplet mjekësisë. Nëpërmjet metodave që quhen të thjeshta, por që nuk janë as pak thjeshta, si puna e radiografisë ose rentgenit, apo ultrazonit që konceptohet shpesh shumë i thjeshtë dhe nuk është i tillë, duke përfunduar tutje pastaj vazhduhet të përfundu në CT ose në skaner, rezonancë magnetike dhe metoda tjera që
gjitha që do t'i flasim ndërkohë, këto praktikisht neve na japin një qasje brenda trupit njeriut. Morfologjinë, pra mënyrën që zhdukën organet e brendshme dhe gjithçka, shumicën e gjonave që ne, domethënë, realisht nuk do të kishim pas mundësi kur me i pa nga jashtë. I bën që secilin një person me hap, me qel, me operu, me mbyllë. Pse zgjodhet pikërisht këtë drejtim? Pse zgjodha, nuk e di. Në jetë nuk ndodh asnjë gjë kot. Në jetë nuk ndodh asnjë gjë në rrjedhën e rastësive. Unë nuk e besoj diçka tillë. Pse ka ardhur saktë asu nuk e di. Një nga arsyet ka pas qenë janë 2-3 persona që janë bërë rol model për mua. Domethënë, me sjelljen e tyre, me profesionalizmin e tyre, realisht janë bërë rol model. Njerëzit jetojmë në kohën ku materializmi na ka mbyt, na ka fshi përpara dhe njerëzit shikojnë vërtet vetëm parën, të ardhunat, por nuk ka qenë kjo arsyeja primare për të zgjedhur. Sigurisht në punë shkojmë për me fitu parë, nuk e përjashtojmë këtë pjesë. Mirë, po personat që kanë rol model për mua kanë qenë të tillë që më kanë dhënë domethënë sepse njeriu zakonisht kjo është në adoleshencë, të bën asaj ky, të bën asaj. Po edhe në mjekësi, ne mos e kryejmë mjekësinë e përgjithshme, kemi një tendencë me shku në për specializime, prapë jemi në atë, thojë adoleshencën e mjekësisë këtë rast, edhe shef një rol model, shef një person, thotë ky person po i bë zgjidhje. Unë kam pas qenë radiolog i cili lexon rezonancë magnetike të pacientës, pacienti është doktoresh vet, shkon në Harvard, të njëjtën fjali e thot Harvardi që thot doktori këtu. Por mua ka qenë, domethënë, e jashtëzakonshme. Ne të flasim për këto përvojë. Patjetër, po marr si shembull si pikë që arsyet pse është zgjedh radiologjia, njëra prej ose disa prej kryesorët janë këto që personat që kanë pa ose edhe potenciali që kanë pa te radiologjia. Cili është në thelb roli kyç i radiologjisë në diagnostikimin e sëmundjeve? Roli, se ndoshta unë hapa shumë, roli domethënë është ajo që thash, të arrijmë ta shikojmë nga brenda personin, pacientin, të shohim nëse ka patologji sëmundje apo është normal, se dhe kjo është shumë e rëndësishme, të themi që është normal apo është i smur, nëse është i smur, çfarë sëmundje ka dhe në cilën shkallë është. Kjo do t'ia ndihmoj klinicistit, pra personit, mjekut i cili merret drejt për drejt me trajtimin e pacientit, po, do t'ia ndihmoj jashtëzakonisht shumë trajtimin e pacientit. Pa këtë pjesë ngjajmë shumë në disa pika me laboratorin. Domethënë personi mund duket shumë mirë, i bëjmë disa analiza laboratorike, del me disa sëmundje që ti thua është shnoshe mirë në kom të veta, mirë po del me 100 zeza që është populli. E njëjta gjë shumë shpesh është në radiologji që vjen personi shumë mirë, madje në përditshmërinë e kemi që na vjen për një sëmundje na del tjetër kund. Që i thonë dardh me bisht për pacientin. Po, e vërtet. Pra, domethënë vjen për tjetër dhe vjen del për tjetër. Jo rrallë na ndodh kjo. Domethënë, radiologjia në thelb është identifikimi, zbulimi i sëmundjeve dhe i stadeve tyne, apo përjashtimi tyne për t'ia bërë qartë mjeku tjetër, që me që jemi edhe të komunikim, për ta komuniku këtë gjë te mjeku tjetër për t'i thonë ky person është mirë, ose të paktën me këtë metodologji që unë përbëj, rezonancë magnetike, ultrazot, cila do koft, dhe i thu, me këtë metodë që arrin me pa kjo teknologji, ky person është mirë. Kaq me i thonë, përjashton jashtëzakonisht shumë gjëra. Doktor, cilat janë këto ekzaminimet radiologjike më të kërkuara sot? Tash më të kërkuara pak më varet kjo. Domethënë, më të kërkuara trendi që është bërë rezonanca magnetike, sepse është teknologjike, është rising star, është një yll që është në rritje, edhe është një farformë është edhe reklama se punë dhe është fantastike për qenë, është shumë e mirë. Rezonanca magnetike është shumë e kërkuar dhe realisht na zgjidh shumë punë. Tash, ne jemi duke qenë njerëz, je në rolin e familjarit, je në rolin e mjekut, je në rolin e personit që e ndjek, ka njeri ki të 3-4 rolet me një vend, dhe të duhet me bën një identifikim të problemit. Rezonanca është për këtyne që shumë shpesh përdoret. Po, rezonanca ka një të mirë shumë të madhe, ndryshe prej çka perceptohet në publik, rezonanca magnetike nuk ka kurrë rrezikshmërie derisa çka din shkenca. Shpesh kur flas me pacientë them ai rumbullaku, se i thon ai rrethi, CT-ja dhe rezonanca. Të dy janë që ai rumbullaku, ai rrethi, gjysmë rrethi, në pjesën ku hyn pacienti, CT-ja ka rrezatim i cili mund të jetë edhe potencialisht i dëmshëm, rezonanca magnetike nuk ka. Dhe kjo e bën pak më atraktive për njerëzit. Sepse 50% e frikës është se mos po rrezatohet. Dhe është ajo, nuk është që nuk ekziston. CT-ja ka, rentgeni ka, dhe ne këto e dimë dhe patjetër. Rrezatimet po. Edhe ngadjellli. Po patjetër, po tash këta janë pak me dozë më të lartë, kështu që e kanë rrezikun dhe ne e dimë. Prandaj në literaturë njihet një sens që quhet ALARA në anglisht, domethënë që të bëjmë sa më pak rrezatim të mundshëm të arsyeshëm. Për shembull, nëse një person vjen me një kollitje, ne nuk mëna të valla gjyna mos ta rrezatojmë. Ma gjynosh nëse nuk e rrezaton, pse se kemi marrë në qafë. Ai person vjen mas një muji, potencialisht me një sëmundje shumë atë rëndë ose e njëjta sëmundje avancume ose potencialisht përfundon në fatalitet. Pse gjyna?
Po, patjetër që duhet kemi këtë gjyna dhe kujdesin ndaj pacientit, por as long as it is, domethënë për sa kohë është e arsyeshme për ta mbrojtur pacientin në dobi të pacientit. Kur duhet zgjedhur radiografia, tomografia, CT për cilën folet ti dhe kur duhet zgjedhur rezonanca magnetike? Për shembull, vjen një pacient dhe ka dhe pacient që kërkojnë ta bëjnë me dëshirë, ndoshta për ta pa ku janë. Patjetër. Ne kemi një patologji alla shqiptarë që quhet me hekmarakun. Kjo është me hekmarakun është patologji e gjanë, na rrok gjithve nga pak e nga shumë. Se po thua shqiptare? Nga që s'kam jetu në Belgjikë. Besoj që çdo njeri e ka, po te ne shkon pak edhe me këtë me të ndëgjume, ku diun edhe njerëzit e kanë këtë që ati i ka dalë mos po mdel edhe mu. Kjo me rakun vetvete është gjë shumë pozitive. Kurreshti është diçka jashtëzakonisht e mirë, po do të kanalizohet. Dhe këtu është një prej roleve tona si mjek. Se njerëzit kanë njerëzit vetëm vinë për marak. Kur duhet bë, nëse mendojmë një institucion që i ka të gjitha këto, gjithmonë duhet me shku me bazikën. Nëse është një problem potencialisht i vogël, se është ajo që nuhatja mjekësore. Pra mjeku i përgjithshëm është aty ku përplaset ose mjeku familjar ku përplaset pacienti. Ai e bën një vlerësim. Nëse mendon se ka nevojë për radiografi, është problemi me mushkive, për shkak që e përdorim shumë shpesh, ose problemet e kockave të eshnave. Këto tregon shumë mirë me një radiografi dhe s'ka nevojë dozën e CT-s më ia dhon për një pacient, të cilin ne mendojmë që ka një thyme për shembull të dorës para krahut, njëri prej eshtrave, atëherë me një rentgen, me një radiografi dhe jemi shumë rregull. Këtë rast radiografia mjafton. Ka gjëra në të cilat ne ultrazoni është i shkëlqyeshëm. Është një paradoks. Ultrazoni thash konsiderohet më i dopt, po ultrazoni është një pajisje jashtëzakonisht shumë e mirë, shumë e mirë, nëse kuptohet e zotron si zanat, po themi kështu. Për shembull, janë disa probleme me tamthin ose me idhën, që është një vetë popull, ultrazoni arrin në mënyrë të shkëlqyeshme me identifiku në disa raste diçka të cilën, në disa raste specifike të cilën këto të avancumet nuk arrin me pa në atë formë. Është rrallë, po ndodh. Vjen pacienti del nga CT-ja, vjen në ultrazo, e shen ultrazo, duket sikur paradoksale. Tash secila patologji ka ato dvetat. Eshnat, për shembull, kockat, ne rekomandojmë më shumë për thyri dhe probleme të tilla për CT, ai që ishte me rrezatim. Po kur përfshihen edhe indet e buta ose kur dyshojmë tumore më në ashtit, atëherë mendohet rezonanca. Prandaj është një deg jashtëzakonisht shumë e bukur, e gjan, edhe shumë profesionale, e cila vërtet lyp me thartu trunin për me. Interesante, Interesant, është intriguese goxha shumë. Është intriguese sepse deri në momentin që nuk ka imazh, është deri diku e panjohur. Në momentin që vjen imazhi, pra ose punon vetëm me ultraza, ose tekniku e kryen CT ose rezonancë dhe neve na vjen pamja, aty ndryshon, domethënë gjendja. Domethënë din me qenë shumë intriguese, din me qenë shumë befasuese. Është e bukur, është vërtet drejtimi i bukur dhe shumë i rëndësishëm. Nuk po të mbase do doja ti të shkurt përgjigjesh si qëndron qendra klinike për shembull me pajisjet radiologjike. Janë të avancuara ato, ka nevojë për Tash unë do të them, anglisht thonë unpopular opinion, një opinion që është jo popullor, do të them që na shqiptarët jemi popull shumë i bukur, shumë interesant, por ne vujmë shumë për menaxhera. Jo pse s'ka menaxhera të mirë, edhe në Chicago ka menaxhera shumë të mirë, po ndonjëherë janë këto, pajisje ka shumë të mira. Domethënë rezonancat magnetike që në Chicago unë mendoj që janë shumë të mira. Domethënë për tash e mira nuk ka fund, edhe relativisht janë disa gjëra që gjithmonë kjo pjesa e relativitetit, rezonanca ka të mira, CT ka të mira, ultraza ka të mira, a ka më mirë, ka më mirë, a ka më shumë, ka më shumë, a kryen punë, edhe kryen punë. Neve na duhet optimizimi. Kemi pas profesorin në Tiranë, edhe i hematologjisë, profesor Pali. Thoshte përpara kemi pas më pak pajisje, kemi pas më shumë mjek, ose sy mjekësor ne. Erdhën pajisjet, tash është pak edhe njerëzor që ne kemi tendencë të çojmë CT. Çojnë rezonancë, bënë ashtu, bënë kështu. A bojnë për me qenë më sigurt apo për me qenë më sigurt, për me qenë më sigurt, që në Shqipëri me qenë mbrana, e bëjnë edhe këto, që të jemi të sigurt, po që ndonjëherë fatkeqësisht abuzohet, po kjo ndodh krejt botën. Anglisht i thonë donut of truth. Donut është ajo që i themi në Shqip, ajo keku i rrumullakt, dhe perceptohet a erdhën në emergjencë, po çoj atje në donut of truth, kjo tregon të vërtetat komplet të pacientit, që nuk është gjithmonë ashtu. Dhe kjo fatkeqësisht shumë mjek radiolog në QKUK janë të mbi ngarkuar me raste të cilat normalisht nuk do të ishin dashur me u bë aty, dhe kur vjen pas rasti i vërtetë prap do ta bësh, do të shkrish trunin, mirë po je shumë më i lodhur, i më i konsumum, sepse ke harxuar energji për shumë pacientë të cilët nuk janë pacientë për atë punë. Tash, këtu lidhet edhe një tjetër. Prishtina ka fatkeqësinë e madhe që nuk ka spital sekondar. Ju e dini, nëse do ta përmbledhni pak shkurt. Atëherë Kosova ka sistemin primar, sekondar dhe terciar. Primarët janë QKMF, pra ambulantat edhe ambulantat e vogla, AMF dhe këto. E dyta është çdo qytet duhet të ketë një spital të vetin. Prizreni, Peja, Gjakova, Gjilani, secila duhet të kenë dhe kanë.
spitalet rajonale regionale. Dhe do të jetë një terciare, do të jetë një vetme për Kosovë, çaq është kapaciteti, dhe është ÇKUK-ja. Domethënë, ajo që nuk u zgjidh në një fshat do të shkojnë në qytet, ajo që nuk u zgjidh në qytet do të shkojnë në qytet rajonal, nuk u zgjidh shkon ÇKUK. Pra, ÇKUK. Dhe nuk shkon zakonisht në këtë zinxhir. Gati mrapsht shkon. Gati mrapsht. Tash mendoni që Prishtina është qyteti me më shumë të banor edhe pse regjistruar nuk janë ashtu. Edhe ekstra pastaj. Atë definitivisht edhe kanë mbi ngarkesë, te ngarkesë ÇKUK-ja me raste të cilat nuk janë fare për spital. Nuk janë për spital sekondar as më pak terciar, kjo shkakton edhe burnoutin e famshëm, domethënë djegjen e mjekëve me punë me ngarkesa të apo kupton, mendoni frustrimin e një mjeku kur i kanë ardhur, ka 24 orë me bën një person është për TCT-ja, është një mingarkum, vin ndonjë botë dhe ai goar kush ka kalu le t'ja bëjmë një TCT, nuk është ajo. Nuk do më akuzo askënd, unë di që në çdo profil mjekësor, veçanërisht që KK ka profesionistë të shkëlqyeshëm. Këtë e them me shumë përgjegjësi. Nuk po them që gjithë kemi gabime, gjithë kemi ashtu, po më mendoj që pa përjashtim në çdo departament që ka profesionistë të shkëlqyeshëm. Mungesa më e madhe është mungesa e sistemit. Du me thoni plagë të më të vjetër të Kosovës, problemi është që ne si mjek, shpesh na bjen me bajt barrën e sistemit. T'ju tregoj një rast. Vjen një paciente, një familjare me pacient me babën e vet, paradoksalisht kjo është infermiere. Vjen nga një spital regional, në atë moment ndalet rryma. Ndodhin fatkeqësisht nuk duhet më ndodhet, ndodhi. Realisht është ta flasim drejtën, nuk ka pa asnjëherë, sa kom qenë në ÇKUK që është ndalë rryma, në përvojën time, rasti vetëm, mund të ketë qenë diçka, nuk po akuzoj kërkon. Ndalet rryma, janë disa familjarë dhe disa pacient korridor. I vetmi person që fillon bën presion, pse s'punon në ultrazon që është ndalet rryma, është infermierja. Për cilës unë do ta prisja shumë e para që do të më kuptonte që unë jam elektricist. Nuk jam sistemi, nuk jam rryma, nuk jam kurrë. Unë kam në atë pjesë. Po, unë kam përgjegjësinë e madhe të rënd të radiologjisë, me udhëzu pacientin, mi dhon drejtim po. Mirë, po jo sistemin. Shpesh në Kosovë fatkeqësisht mjek ashtu, mjek kështu dhe akuzohen. Ka dhe njerëz që mund të jenë për akuzat, pjesë nuk e di. Por njerëz akuzohen, ne mjek të akuzojmë edhe stafi infermieror dhe të tjerë të stafit shëndetësor, ju ashtu ju kështu. Besoj nëse nuk keni ambient teknik mirë të përshtatshëm me punu, vërtet që është shumë e vështirë. Ta ndërtosh sistemin është shumë e vështirë. Me ndërtu fabrikë. Okej, bre, bëjmë edhe ato se ne po dojmë Kosovën, ade krejt, po nuk është bre ajo logjika. Nuk është logjika unë të ndërtoj sistemin e komplet. Ata blie edhe ultrazoni me parët e mia ta bie aty. S'po them që mungojnë, po kjo është një prej pikave ku barra e komplet sistemit i bjen mbi mjekun. Thotë kjo është rroga jote, thotë grahi, bën ç'a dush. Nuk po them që nuk ka ndihmës, ka ndihmës në shumë pika, shumë se nuk edhe ti kjo, nuk mendoj që do të më dërgoj vetëm të keqen se po ne po na hin kry sikur zjeter, nuk është zjeter. Për mua nuk është zjeter, ka të këqija pafund, ka listë gjona si gjithmonë, ka edhe gjona shumë të bukura që zhvillohen, edhe në Kosovën tonë. Domethënë, përfshirën mjekësinë tonë. Më ka pasur tema po e çel temën. Po patjetër. Vjen një çift nga Islanda, ishulli i Islandës, shteti i Islandës, pak të më shumë. Edhe vinë më thonë një fjalë që ne shumë e kemi dëgjuar si mjek në Kosovë. Atje mjekësia krejt po me mjek të Kosovës nuk ka. Edhe tash më pak si më i garë se kur vin pacienta vin me stres, vin në karkum. Edhe do të më ja hek pak, me hekat mjekullën e ngarkesës. Lebre baca Allaile tash, ju më veç kur po vini në Kosovë që është po thoni. Unë e disha që ashtu atje, edhe ai e kuptoi që atje po bëjmë diskutim për çefi. Jo thot, këto ta them me bindje ato, dhe kur kam raste, kur me pas mundësi thot vi gjithmonë në Kosovë për të trajtuar. Tash unë gati më betu që në Kosovë ka mjek, se ka edhe profesione të tjera, njerëz tepër të profesional, kompetent, eficient në të punë që bëjnë. Po mungesa e sistemit, që kjo barra e sistemit, mungesa, mos them, po mungesa edhe është dhe mungesë, na e pengon. Me leje do të them edhe diçka tjetër. Për shembull, në ÇKMF, në Qendrën Kryesore Mjekësisë Familjare, ku do të qoftë, për shembull, vjen një paciente e cila vjen me ultrazonin e gjinit. Tash, kjo paciente mund të ketë shenja, mund të mos ketë shenja. Këtu, me se jemi edhe po e përmendi, gjini, kanceri i gjinit, në mesin e të gjitha kancereve të gjinisë femërore nxen vendin e parë. Mas shumë të raste me kancere të llojit të gjinisë femërore kemi llojin e kancereve të gjinit. Shpesh pacientët ngatron me këto. S'kam dhimbje, nuk po shkojnë kontroll. Është fatkeqësi. Në punën praktike që bëj, jam të përgatitur një temë për me prezantuar te Oda e mjekëve. Kemi kongresin e Odës mjekëve. Jam të përgatitur si abstrakt, nëse më pranon do ta prezantoj. Afërsisht, në këtë përvojë çtu sa u bë, më pak se një vit, nuk është mostër perfekte, po na jep goxha një ide. Afërsisht një herë në 6 javë mesatare është që mbien me zbulu kancer gjinit. Nuk është kënaqësi. Me besoni nuk është kënaqësi. Ai që vjen përpara, ajo që vjen për unë nuk e njoh. Por na jemi njerëz. Duhet ja komunikosh me njerë. Tash,
Dhe ajo pas një dhimbje, do me thënë se nga njëherë dhimbta është alat i njeriut. Ajo është ku me gjetë. Shpesher, prandaj po e them, shpesher nuk pas asnjë lloj dhimbje, asnjë telash. Okej. E zbuloja në këni tash. Thonë mjek janë pa ndjenja në këni, po ka mjek që janë pa ndjenja, ka mjek që janë sakica, po ka edhe jo mjek që janë sakica, sa për atë punë. Jo për juve. Mjek, ishtimi një paketë. Tash, në çdo profesion janë ato. Po tash, të vjen një gru, 55 vjeçare, nuk e njeh fare. Ai është njëri. Ai është njëri, që ki përballë është njëri. Është nanë dikujt potencialisht, motër, vajzë, bla bla, është diçka. Kur gjë mos koftë, është njëri pa kërkon. Është njëri. Nuk është as pak e lehtë për mua personalisht. Jo. Mi ja tregu. Unë lodhem shumë të shpjegu pacientave. Ka një më duket që e teproj, edhe më dhem fyti. Besomni që po. S'po e tregoj për mburri ose më thon çka kom rri unë që po bëj diçka namin, a din. Ka shumë mjek edhe më mirë se unë që punojnë, padyshim edhe në Kosovë, edhe gjetk. Ideja është vjen pacientja, nëse s'ja tregon, ne jemi shqiptarët, jemi popull shumë, e du popullin tëm, po ne jemi njerëz që nuk lexojmë, nuk e dojmë leximin. Gati kemi alergjinë lexim. E kuptoj që pacienti kur e merr letrën tëm edhe nuk e kupton. Po edhe nuk e lexon. Tash aty kur thotë nëse tash kështu mjeku duhet bëhet biopsi. Lexoj për çat biopsi se më ka diçka. Tash unë e marr të mirë qenë që e ta kërkon, t'ia thuash krejt. Krejt është në rregull. E kuptoj. Unë i thon, më ka pastruar me punu në shkollën Aristokoli me nxënësa. 3 vjet kam punuar aty, i kam thënë nxënësa, vazhdimisht. Ai që vjen mund të vi akademik, profesor në biologji, ku di unë. Mund të jetë zero në mjeksi dhe nuk është faji i tij. Detyra juaj është që ta flisni, ta komunikoni në gjuhën më të thjeshtë që ai e kupton. Kjo është detyrë juaja, nuk është luks. Domethënë, sa mirë bona unë ja shpjegova. Jo, detyrë ki ato. Saçi ki detyrë me gjet kancerin apo diçka tjetër. Tash po kthem. I thë pacientës zonjë, kemi treguar që ka kancer. Po s'kemi treguar që ka kancer. Është një dualizëm i tmerrshëm. Po. 3 vjet më ka rënë me punu në një spital privat, ku bëheshin shumë rezonanca dhe isha mjeku i përgjithshëm që duhej me akumtu këtë pjesë. Radiologu ishte rahat në kuptimin që bonte punë enorme, po të paktën këtë pjesë nuk e kishte. Nuk është kurfar kënaqësie, asnjë moshe, asnjë familjari. Mi thon, edhe si kur ti ta zbulosh atje kurfar kënaqësie nuk është, është dhimbje. Është pika e fundit. Është pika e fundit, apo kupton, është gjoja e rëndë. Kanceri ka shumë kancere që kalojnë mirë, po ne nuk e dim ç'është, ai goditja e parë është shumë e rëndë. A janë mjekët jashtë më të protokolluar në këtë pikë dhe këta mjekët tanë pak më emotiv? Nuk mendoj që është e drejtë flas sepse nuk kam shumë përvojë me pjesën jashtë, nuk kam qenë nëpër klinika, besoj kishte qenë më korrekte. Po pasuan pak nëpër filma që shoh. Pak filma, pak njerëzit që kemi edhe nëpër jashtë, domethënë që ata tani tregojnë. Dhe të tregon se ti e ke dhe tani. Tunga tjeta. Po, punën e kancerit tani po. Kjo është pak edhe personale, është punë edhe karakteri, pak besoj. Domethënë njerëzit në mënyrë se si e tregojnë edhe kjo është punë karakteri, a di nëse. Po mendoj që duhet më lehtësu pacientin atë sa ke mundsi, jo me mshif, kurse si me mshif, domethënë dhe njerëzit e çmojnë shumë këtë komunikimin. Domethënë personi që ke përballë, nëse unë jam mjek dhe gaboj. Profesor mentor Petrela në një emision tha diçka që më ka pëlqyer shumë e ditën e mesin në komunitetin mjekëve, po e bukur kur e tha. Tha në vende ku është mjekësia zhvilluar, nuk diskuton sukseset, diskuton dy gjëra: sëmundshmëria, vdekshmëria. Ne si spital, ne si mjek, ne si sistem, ne si bla bla. Sa kemi shkaktuar sëmundshmëri ose sa nuk kemi parandoluar sëmundshmëri. Kjo do të më diskutu. Kjo do të më domethënë një lloj autokritike. A din, kjo do të më diskutu dhe me shkut gjithmonë të e përmirësu veten dhe sistemin ku jemi aty ku kemi mundësi. Unë komplet Kosovën s'më me rregullu, që aty ku jem, përpiqem me dhënë një kontribut modest te vendi ku jam. Doktor, unë mendoj që secili mjek të paktën duhet ta ketë një mini empati. Një mini empati. Me e mendoj, sepse ta shikosh pak më thellë, psikologu nuk është se bën ndonjë gjë tjetër. Mos ta ulim punën e psikologut në kuptimin që ata bëjnë punë kolosale. Jo, vetëm po them, nuk është se bën diçka tjetër, ai vetëm të dëgjon. Shumë e vërtetë. Edhe mund t'i jap, domethënë e arrit besueshmërinë me dëgjim, ai ulë dhe domethënë dëgjon të një orë. Nuk ka asnjë aparat shtesë. Dhe në ndërkohë mund të t'i jap disa dhe do ta krijosh atë besueshmërinë. Dhe mendoj që një fije empati do t'i duhej gjithë secilit. Po do të jetë empati e limituar. Thotë një gjë shumë e bukur, thotë psikologu do të arrit hyjë te shtëpia e tjetrit, me patjetër do të dalë nga shtëpia e tjetrit. Patjetër. Po. Nëse unë i tregoj pacientit, për shembull, s'ka 2 javë në kokën e pankrasit të një pacientit pa tumorin. Steve Jobsi, parën e dynjës e ka pas, ka vdekur nga kanceri i pankrasit.
është gjë që deri në këtë moment nuk të fal. Unë besoj në atë parimin që nuk ka smundje pas zgjidhje, po i vjen koha derisa të bëhet. Për momentin pankrahasi nuk ka zgjidhje, po nga ana tjetër nëse unë i them pacientit dhe rritu çajt bashkë me to, unë nuk i bëj zgjidhje pacientit. Unë do të më orientu pacientin. Ai thotë, hajde po çajm bashkë, po edhe pastaj ça. Por edhe empatinë që do ta kemi, do ta kemi me limit të detyruar. Po më vjen keq, vërtet më vjen keq, po ne tash ç'a më botash? Cilat janë gabimet më të shpeshta që i bëjnë pacientët para një ekzaminimi për shemb? Varet tash s'do më akuzu pacientat. Po të mos i bëjmë ne, se ky emision është e kuptoj në aspekt të këshillës dhe edukimit. Për shembull, nëse do të marrin të thjeshta të ultrazonin, gjithmonë rekomandojnë të pinë sa më shumë ujë pacientat, fshikza urinare të jetë mbushur në mënyrë që vetë fshikzën urinare me pas sa më mirë dhe strukturat që janë përreth. Nëse është femër kemi mitrën, vezore dhe strukturat përreth. Nëse është mallkull është prostata, gratë që kanë zakonisht e kanë ndjek shtatzanin e dinë të paktën një herë që fshikza urinare do të më qenë mbushur për më pa mirë. Tjetra, nëse do bëjmë ultrazonin e për shembull të barkut, idhza për më pa në mënyrë të shkëlqyeshme, minimum 8 orë përpara pacienti nuk han bukë. Pra i themi, një natë përpara, ha çka kimon, diku ndërprej, mos ha shumë me yndyrna e tjerë, një 8 orë mos jetë kështu. Nëse do të bëhet CT-ja, është shumë e rëndësishme të bëjë një dy analiza, urea dhe kreatinina, zakonisht na japim dhe si këshill ose gati si direktiv në atë kuptimin, sepse do të marr kontrast pacienti, ai kontrasti din me i dëmtu veshkat fuqishëm, nëse veshkat janë të dëmtuara. Po urea kreatinina janë dy analiza bazike në kuptimin që bëhet me gjak. Arrim me rezultatet. Nëse ato janë mirë, vazhdon CT-ja. Por kjo është një përgatitje që nëse pacienti nuk e bën gabim. A ka pacientë që kërkojnë ekzaminime që nuk ju nevojiten? Po, ka. Deri diku edhe këtë e kuptoj, sepse për shembull, një pacient thotë, "Du me bë rezonancën komplet trupit." Zotëri zonjë, nuk ki nevojë me bë rezonancën krejt trupit. Aja e para një që zgjat 1 orë. E dyta që në për vende private kushton shumë shtrejt. E tjerë. Nëse është e panevojshme, pse unë du me bë se du me i pa krejt. Po bre, po si më thon shpirti nuk ta tregon rezonanca magnetike, se do me pa krejt, Pra ka gjëra që edhe rezonanca magnetike është fantastike, është arritje teknologjike, por ka kufizimet e veta. Dhe nuk ka sens, nuk ka logjik që të bëhet një rezonancë për krejt trupin, nëse nuk ka nevojë. Ka raste që ka nevojë do të më dojmë pa metastaza sepse nuk kemi PET scan dhe do të më bërë tjetër gjë, por nuk po flas për indikacione. Po ka raste që pacientët kërkojnë të tilla, po këtu është detyra jon, pak edhe do të jetë ai qëndrimi jon. Me thënë zotëri për të mirën tënde, kjo nuk duhet më u bë. Sa ndihmon në zhvillimin e inteligjencës artificiale radiologjinë? Shumë faleminderit që ngritët si çështje, sepse si shumë profesione tjera, njerëzit dinë me i ka panika për kur ndodh revolucioni teknologjik. Përpara, tregoj keni shok, thotë dikur i kanë dhënë ato llampat me qiri dhe kur ka ardhur rryma drita, kanë thonë që na metën pa parë. Atë me të pa parë, po del një profesion i ri. Edhe AI tash është trend edhe me diskutuar inteligjencë artificiale. Shumë veta kanë thonë bodë në Kosovë që ka milion është pa punë, mjek radiolog etj. Unë nuk mendoj ashtu. Madje kur kam folur me një shok ekspert të AI-t, thotë që përkundrazi, thotë, nëse arrin me optimizu siç duhet, ka me të ndihmu. Jo që unë mi adhon CT-n ChatGPT-s dhe mi thon pacientit çekoj ki raportin, kategorikisht jo ajo. Ose Gemini-t mi thon për shkak që janë çeto dhe bëni jo, por duke qenë që ne jemi njerëz. Ndonjëherë mund të harrojmë në protokoll caktuar ose në një moment caktuar. Ti hinë shikon se në Kosovë ndin kanë jenë me qenë marrë, doktori e qeli librin, po bre qeli librin për të mirën tonë dhe shqyqyr që e qeli. Ti shakon pacient, kisha dash pacient, doktori ma qeli librin, ndoshta harron, ai është njeri, ai ka gajle, ka probleme. Në këtë po sigurisht, ka fëmijë, ka familjen, ka ato, ka këto, nuk je mundin më të mirë gjithmonë atë disponimin full gjithmonë. Dhe ka nevojë njeriu me rishiku. Nëse arrin me u përdor siç duhet, AI është mirësia e Zotit për njerëzit. Unë mendoj çdo ditë që nuk përdoret, është gabim dhe shumë gabim. Përfshin dhe radiologji edhe në fusha tjera. Jep shëndzonstave në prezantim. Kosova Ali Sokoli të paktën për prezantime janë të shkëlqyeshëm. Unë jam çudit për të mirë çka kam pa. Besoj që edhe në shkolla tjera, pa dashmi ur, po s'kam përvoja ne. Jam mahnit për të mirë çfarë prezantime të mira din me bë, po ishte periudha hala që GPT-ja siç bëj interesant ose gama se I din këto krejt. Thesha, ata tash tema, thesha, prezantim temat janë çto anekni dhe është elefanti I madh në dhomë që krejt e din kërkosh të fol. Aha, na kena me përdor AI-n, po si kallzoj në profes edhe kjo si arrok fort etj etj. Dhe unë I thesha për me para prit thesha, nëse nuk e përdorni AI-n I bëni gabim. Por unë do me pa mundin e juaj. Po. Përdore AI-n I mënyrën nxjerrja. Po du ta shoh mundin ton, përpjekjen tonë dhe si nxënës. Unë do të bëj pyetje. AI ka për ta bëu temën shumë sipërfaqësore. Çka është mikrofoni? Po një me të kuqe bla bla bla. Po unë do fizikën e saj shembull. AI sta e bash.
Kështu që unë prej teje si nxënës e dua të mundin ton. Aja shfrytëzon AI-n për mua shfrytëzoj edhe yndyrën nxjerrja, por punën do ta bësh ti. Dhe për ta përmbyllë te inteligjenca artificiale, ata që marrin vesh për kësaj pune, jo mundu pak me ndjek, thonë AI ka me 100 pjesë e jetës tonë, por gjithmonë ka nevojë për atë që quhet human touch, prekje njerëzore. Le të jetë si të jetë, fund njeriu ka me prek. Ndoshta më rrini piku, nuk e di, s'është herët me folë dhe janë shumë fusha që nuk janë fare kompetent në atë pjesë. Po, edhe sikur mi thonë në ChatGPT, se kam një pacient që ashtu që se përdor ChatGPT-n u vjetru për mua hala njerëzit e përdorin Gemini më që është më e mirë. I them këto, mund të tregoj një kënd të vdekur, që jemi shofera e dim, është ai kënd i vdekur, në një moment e din po se din. Atëherë që tu ndihmon se ndoshta jem dallash diçka, okay, ma kujton. Ta kërkosh për betën. Patjetër. Dhe ndihmon te kjo pjesë pse mos me përdor, atë, po që këta që marrin vesh thonë që prekja finale ka më qenë prej njeriu, domethënë që në atë formë që don një dorë njerëzore. Doktor, pas shumë vitesh duke parë shumë imazhe, domethënë pjesa qendrore, 80% e punës tonë, mos them 90, është parja e imazheve. Çfarë ju ka bërë të mësoni për vetveten? Për shembull, ne nuk i shohim imazhet, po do donim ta dinim këtë gjë. Sepse nganjëherë e lëm veten. Shumë vërtet. Vetëm kur arrin trupi të sinjalizoj përmes dhimbjeve, ne do drejtohemi. Paradoksi i njeriu ose njeriu modern është se njeriu modern din me qenë shumë egocentrist. Rrin ditën e natën tu fol me veten, tu mendon me veten, tu idealizo vetëm veten. Nga ana tjetër din me lëm veten shumë keq. Është paradoks. Po kështu është. Edhe ne lejm veten ton keq. Kur shoh në rentgen, në CT, në rezonancë, them ashtu, a thu si do të isha unë? Mos tani them jo, veç pak rentgen jo s'po his, se kjo rrezatim, CT ja s'kam nevojë, rezonancë çam e bë rezonancë mirë, jo. A din, edhe pas e di më shmang. Po mendoj që aty ku kam pas nevojë e kam bë, kam probleme gjunin, do ta bëj në rezonancë gjunit sepse pse jo, duhet me pa. Nuk e di çam kam mësuar jetën, kam mësuar me pa disa gjëra që me të vërtetë i kanë vështirë ndryshe, ta jep një paradigmë ndryshe për jetën, po janë teknikalitete profesionale që besoj që janë të mërzitshme për audiencën me ndëgju. Po nuk e di çam me do specifikisht që çka më ka mësuar në jetë ose më ka. Po çdo që dia është diçka shumë e bukur, cila do fushë dijes është shumë e bukur. Në konceptin tim, dia është përfaqësimi i emrave të Zotit në univers. Dhe të cilat do që të avancosh, ajo të jep një lloj drite brenda vetes tonë, të kënaq. Nuk ka neve fizika që na duket abstrakte, shumë vetan Kosovë llogaristin fizikën si të keq ose ai që merret me atë punë. Bukvalisht thonë unë ndriçova ku u morra me fizikë. Sepse ti po e zbulon universin diçka që është e gatshme, na është servir përpara. Ky është koncepti jam, paradigma që e shoh botën. Domethënë dhe është një ekspozit shumë e bukur, sa më shumë thellohesh, është vetë kënaq. Rezonanca magnetike ishte edhe para 300 vjetë, po ishte e pa zbuluar. Domethënë aty ishte ajo. Ligjet e fizikës ishin për mua që i ka caktuar Zoti. Tash njeriu bën një përpjekje serioze, arriti me një pikë dhe u bë rezonanca. Sot miliarda njerëz, kanë përfituar, vazhdojnë të përfitojnë nga rezonanca magnetike. Sa kanceri, sa smundje që nuk janë kancer, se ne morëm veç kanceri. Ndërmjet kancerit dhe shnetës 1 milion sene tjera janë zbuluar nëpërmjet rezonancës, CT-s, ultrazonit, rentgenit, skopisë, gjitha metodave radiologjike që edhe si përmenda disa, dhe miliarda njerëz vazhdojnë me përfituar prej kësaj. Kjo është fantastike. Domethënë, marrja me dijen, me shkencë, kjo vetëm ta ndriçon zemrën, të kënaq, sepse është një kënaqësi që është në ta. Doktor, faleminderit shumë për gjithë kohën që ndave me neve dhe me gjithë dëgjuesit. Do të vazhdoj të them punë të mbar, por nuk do të uroj shumë raste. Pak raste punë të mbar. Tash edhe kjo është paradoksi, unë prapë, domethënë sa më shumë raste i ma keq. Të tregoj edhe një tjetër, të fol me një kolegë, tash këto diskutimet, vjen pacienti, ne kemi algoritma në kry. Vjen pacienti, thotë po ndem kjo, po ndem ajo, okay, po jo, vizatojmë një farë skeme në kry. Vjen pacienti, thotë kolegu, thotë, doktor, po ndem kjo thotë mirë, kjo po thotë ndem mirë, këto se kam mirë, o doktor thotë unë jam smuti, po më thotë mirë. Tash, ai mirë për thot vetës, nuk për thot pacientit, sepse ne zgjidhim paradigma, atë ekuacionin kry që është, atëherë që nga që kjo. Edhe ai dëgjon veç fjalën. Ai dëgjon fjalën mirë. Për pacienta ne vërtet urojmë që të mos kemi fare pacienta, edhe ata që janë të mos kenë kurrë serioze. Nga ana tjetër, për neve na ndihmon si mjek sa më shumë raste me na kalu në përdur, që edhe për ta më qenë mirë, edhe për neve që kur vjen tjetrit kemi më shumë përvojë, që me shumë më dhoni drejtim. Gjithë të mirat, punë të mbarë. Faleminderit shumë. Mirardhësh. Faleminderit.